kush besoni se janë zhgënjur qytetarët më së tepërmi? Tash unë nuk mundem me bo këtu kasondrën me ditë nga kush është zhgënjy. Unë po i ftoj qytetarët e Republikës Kosovës që vërtet ta përcjellin procesin dhe vërtet të votojnë subjektin politik serioz, programet e tyre, njerëzit e tyre të cilët janë dëshmuar, sepse këto zgjedhje janë pikërisht për jetën më të mirë të qytetarëve të vendit. Ne sot jemi dëshmitar që çmimet në Republikën e Kosovës kanë arrit kulminacionin, që energjia është shtrajtuar. Ne jemi sot dëshmitar që kemi korrupsion, motash të hapur e të zënë me energjinë elektrike, pra kemi skandale në të cilën është i kyçur drejt për drejt zotni Kurti me subjektin e tij politik. Ne sot jemi dëshmitar që kemi aksione që zihen kriminal me drogë dhe kemi eksponentë të vetëvendosjes që merren me këto punë. Siç kemi pas edhe para disa viteve edhe burgose apo këtë asambleisën e vetëvendosjes. Ne do të dalim para qytetarëve të vendit me njerëz të dëshmuar, jo me njerëz të tillë. Ne tashmë jemi faktikisht të dëshmuar. Kemi edhe programet, edhe njerëzit me të cilët ne do hecim tutje. Prandaj bëjmë thirrje që qytetarët t'i përcjellin mirë çdo politikan, çdo parti politike, çdo sjellje të tyre, edhe të mendojnë për jetën e vet dhe për jetën e fëmijëve të tyre. Prandaj bëhen zgjedhjet, edhe ne në këto zgjedhjet lokale jemi shumë të përgatitur. Siç e dim të gjithë, Lidhja Demokratike e Kosovës është subjekti i parë politik në aspektin komunal, pra në zgjedhjet lokale. Ne po bëjmë përgatitje që të arritim numrin e komunave, pra që të fitojmë një numër më të madh komunave, dhe këtu do ta shohim tashmë sa do të kemi mundësi që të vërtet t'i bindim, t'i ofrojmë qytetarët e vendit dhe që të ecim tutje. E qartë, Zona Gaxheri, falenderoj shumë që u inkuadrua drejt për drejt në emisionin ditare. Një lutem, faleminderit.